Në fshatin Kodër, të gjithë e njihnin kohën nga kënga e Korbi. Gjeli i zi në shtëpinë e Dona Shpresës nuk gaboi kurrë. Ai këndonte në mëngjes, në mes të ditës dhe kur dielli prekte majën e malit. Kishte qenë kështu për kaq shumë vite sa askush nuk mbante mend një orë tjetër. Shpresa ishte tashmë 83 vjeç. Ai ecte ngadalë me një copë të lidhur rreth kokës dhe një përparse të pastër. Ai foli pak. E dëgjova shumë. Ajo ishte ajo që solli gjysmën e fshatit në bollë. Me duar të qëndrueshme dhe një vështrim që lexonte gjithçka pa nxitim. Ajo nuk thot shumë, nga sheh gjithçka. Ajo nuk flet shumë, por sheh gjithçka, than ata. Në mëngjes fshiva trotuarin. Pastaj u ul në karrigen prej druri, përballë portës, me një filxhan çaj në dorë. Korbi u ul në gardh. Duke parë. Me gjoksin e fryrë dhe stemën e kuqe si gjaku i ri. Në mesditë, ai këndoi. Një zë i lartë. Firmë. Që kalonte nëpër shtëpi, kopshte dhe gur. Edhe qenë ndaluan kur ai bërtiti. Tani është ora dhe shpresës. Tani është koha për shpresën, than pleq. Ajo nuk buzëqeshi. Por mbylla syt për një çast. Sikur po konfirmon, po, jam ende këtu. Atë ditë, kënga erdhi pikërisht në kohën e duhur. Korbi ngriti kokën, hapi sqepin dhe lëshoi zërin në ajër. Fshati dëgjoi. Era u shpërnda. Gjithçka si gjithmonë. Por shpresa. Shpresa shikoi qiellin më gjatë se zakonisht. Syt ndaluan. Kupa midis gishtërinjve. Trupi i palvizshëm në karrige. Dhe gjeli, pasi këndoi, heshti. Sikur e dinte që së shpejti, koha do të ndale. Ditën tjetër, era erdhi e acarë. Mjegulla mbuloi guret e rrugës dhe degët e kumbullave që tashmë kishin humbur lulet e tyre. Fqinja poshtë, Dona Drita, ishte e para që e vuri re. Zjarri në oxhakun e shtëpisë së shpresës nuk u ngri. Pa erë çaji. As zhurma e një kazani. Ajo zakonisht e ndiste para se të zbardhte diktate. Ajo gjithmonë e ndeste para agimit, murmuroi ai, duke parë shtëpinë nga dritarja. Stoli në verandë ishte bosh. Fshesa u mbështet në mur, aty ku ishte gjithmonë. Por karrige. Karrigia është ende përballë. Askush nuk fshiu. Askush nuk e hapi derën. Dhe Korbi, gjeli i zi, nuk këndoi. Ai qëndronte maj murit prej guri, ku gjithmonë i pëlqente të ngjitej. Por atë ditë ai nuk e lëvizi sqepin. Sa po shikova. U rregullua. Pas dyerve të mbyllura. Në mesditë, heshtja u rëndua edhe më shumë. Pulat po ecnin të qeta. Fëmijët luanin më larg. Dona Drita fishkëlleu për të parë nëse gjeli do të përgjigjej. Asgjë. Po. Korbi nuk është një fund i shesht. Asnjë zë. Korbi nuk po flet sot. Pleqë që ishin ulur nën hijen e fikut pushuan së foluri. Njëri prej tyre tha, ndoshta nuk është vetëm ai që është në heshtje. Ndoshta nuk është i vetmi që hesht. Në fshat gjërat e vogla thon shumë. Një port gjysmë e hapur. Një kazan i ftohtë. Një gjel i heshtur. Dhe kur gjeli i shpresës nuk këndoi për herë të dytë, të gjithë filluan ta kuptonin. Pa thënë askush asgjë. Koha, e cila dikur lëvizte në ritmin e këngës së tij, tani ai po ecte shumë ngadalë. Dhe qielli, që dikur ndriçonte nga zhurma, ishte gri pjesën tjetër të ditës. Në fund të pasdites, Drita goditi dritaret e fshatit shtrembër. Ishte koha kur dielli prekte çatin e shtëpisë së shpresës. Por dritarja e saj mbeti e mbyllur. Dhe perdja e tërhequr poshtë deri në fund. Sikur do të thoshte, nuk mund të hysh më këtu brenda. Dona Drita u afrua. Këmbë për këmbë. Ai thiri 2 herë. Ai trokiti në derë me nyjat e gishtave. Zoja Shpresa? Zonja Shpresa? Heshtje. Nga brenda, asnjë zhurmë. As nuk kaloi. As edhe një lugë. As edhe një erë e çajnikut. Vetëm zhurma e pëlhurës së perdes që lëkundet ngadalë në erë nga boshllëku. Gjeli, Korbi, ishte në prag të dritares. Ulur. Syt hapur, trupi i palvizshëm. Unë nuk këndova. Nuk cicëroj. Unë nuk ika me vrap.
Gjoksi fryej vetëm aq sa ishte e nevojshme. Sikur të kursente edhe ajër. Ata thirrën fqinjet më të afërt. Një burr e shtyu ngadalë derën e kuzhinës. Ishte mbështetur në mur, pa dri. Çajnik me ujë të ndenjur. Gota është gjysmë e mbushur. Peshqirët e çajit ende të palosur mbi tavolinë. Në dhomën e gjumit shtrati ishte shtruar. Dhe shpresa e shtrirë në krah. Me dorën nën fytyrë sikur të ishte duke pushuar. Rrobat e pastra. Shamia e lidhur rreth kokës. Këmbët e mbuluara me batanie leshi. Fytyra e qetë. Sikur të kisha rënë në gjumë në kohën e duhur. Dona drita u ndal te dera. Ai bëri shenjën e kryqit. Dhe tha, pothuajse pa zë, do të kujdesem unë për këtë. Ajo u largua pa bërë zë. Nuk kishte nxitim. Unë as nuk bërtas. As edhe një lot nuk u derë. Në fshatin Kodër, vdekja nuk është një vizitë surprizë. Ajo mbërin me erën, me heshtjen, me pauzën në këngë. Dhe atë ditë Gjeli nuk këndoi. Por as nuk lëvizi. Ai qëndroi te dritarja. Sikur ta dinte. Sikur e kishte mbajtur. Dhe të gjithë duke parë këtë, kuptuan, lamtumira kishte filluar. Trupi i shpresës u çua përpara kishës së vjetër, siç kishte dëshiruar edhe ajo vetë. Asnjë arkivol. Vetëm copa e bardhë që e kishte qëndisur vite më parë me fije të kuqe në skaje. Mbi një tavolinë të thjeshtë prej druri. Pa zbukurime. Asnjë luks. Gratë e fshatit vendosën degza livandoje dhe gjethesh rrue përreth saj. Një syth trëndafili në qendër të gjoksit. Ruzaren e saj në duar. Dona drita murmuroi, ashtu si jetoj, po largahet. Me mënyrën se si jetuat, po largoheni. Korbi u shfaq pikërisht kur tavolina ishte shtruar në qendër të oborrit. Ai zbriti nga muri. Ai ecte ngadalë midis shkëmbimeve. Ai u ndal një hap larg tavolinës. Ai u ngjit me kujdes. Së pari një puth. Pastaj ai tjetri. Nuk bëri asnjë zhurmë. Qëndroi aty. Nuk puthi. Ai nuk lëvizi. Sa po shikova. Firm. Sikur po e njihte. Njerëzit u afruan në heshtje. Disa sollën lule. Të tjerët as nuk dinin çfarë të thoshin. Ata thjesht ulën kokën. Kambana e kishës nuk ra. Isha vonë. Ose ndoshta duke pritur. Atëherë ndodhi. Korbi fryu gjoksin. Ai e ngriti qafën. Dhe ai këndoi. Por nuk ishte si më parë. Ishte më e ulët. Më gjatë. Si një fije tingulli që dukej sikur vinte nga diku tjetër. Fshati u ndal. Gratë ngrin me lulet në duar. Fëmijët që po luanin në rrugic heshtën. Kënga vazhdoi për disa sekonda. Pastaj heshtja u kthye. Dhe pastaj razilja. Vetëm. Vonë. Por në kohën e duhur. Korbi zbriti nga tavolina. Me të njëjtën qetësi me të cilën ai ngjitej. Ai eci drejt hijes së fikut. Dhe ai u shtri në tokën e ftohtë. Nuk fjeta. Ai thjesht mbylli syt. Askush nuk tha asgjë. Sepse nuk kishte shpjegim. Vetëm mirëkuptim. Ajo lamtumir nuk u bë me fjalë. Ishte bërë vetëm me një cep. Pas goditjes nga këndi, Korbi nuk u kthye në mur të nesërmen në mëngjes, fshati u zgjua herët. Dielli shkëlqente lehtë mbi çatit. Pulat kruanin tokën, qend vraponin pas hijeve. Dritaret u hapën ngadalë, një nga një. Por asnjë zë nuk vinte nga lart. Jo një cep. Jo një thirrje. Jo britma e një gjeli. Vetëm zhurma e erës në gjethet e thata. Dona drita shikoi qiellin dhe tha, sot s'ka kush me na zgjuar. Nuk ka askush të na zgjojë sot. Trupi i shpresës ishte varrosur tashmë. Ishte një ditë pas këngës. Atje lart, pranë ullirit të shtrembër, ku flen më të moshuarit e fshatit. Ata vendosën një gur të thjeshtë, me emrin dhe datën. Pa mermer. Pa zbukurime. Vetëm një qëndisje me fije e qepur mbi një copë të bardhë, e ngjitur me 2 degë të thata. Ata thonë se ajo e la gati vetë brenda sirtarit të komodinës.
me një shënim të shkruar me dorë, nëse zë s'ka më, lëreni heshtjen të flas. Nëse nuk ka më zë, le të flas heshtja. Korbi shkoi atje. Në ditën e tretë. Mbërriti vonë në pasdite. Vetëm. Ai u ndal pranë varrit. Ai shikoi për një kohë. Pastaj u kthye në fshat. Por ndryshe. Ai ecte nëpër oborret e shtëpive, njësoj si më parë. Por pa kënduar. Ishte në mure. U ngjita në shkëmbinj. U ula në dritare. Por sqepi është i mbyllur. As në mëngjes. As në mesditë. As në perëndim të diellit. Njerëzit po prisnin. Unë dëgjova. Ai mori frym thellë. Asgjë. Në javën e parë, ata menduan se ishte zi. Të hënën, ata thanë se ishte lodhje. Në të tretën, ata pranuan atë që tashmë e dinin, kënga shkoi me të. Një fëmijë e pyeti gjyshin e tij, pse nuk këndon më, Gjeli? Pse nuk këndon më, Gjeli? Plaku kruante mjekrën. Ai shikoi qiellin. Dhe ai u përgjigj ngadalë, sepsis nuk ka më që të zgjoj. Sepse nuk ka askush tjetër që i duhet për të zgjuar. Korbi nuk u zhduk. Qëndroi aty. Hëngra atë që kishte mbetur. Ai piu nga legeni pranë verandës. Por ai nuk bëri buj. Ai as nuk i pufte të tjerët. Ai as nuk i thiri pulat. Unë qëndrova i heshtur. Si dikush që e mban tingullin brenda gjoksit të tij. Disa thanë se nëse ai do të këndonte përsëri, ndonjë shpirt tjetër do të largohej. Të tjerë thanë se ai e kishte përmbushur misionin e tij. Dhe kishte nga ata që thjesht heshtën. Sepse ndjeva se kishte gjëra që nuk thuheshin me zë të lartë. Një ditë, rashi i madh. I gjithë fshati u mbyll. Kur shiu pushoi, Korbi ishte nën stolin ku ulej shpresa. I lagur, por në këmbë. Firm. Si një statuj. Si një shenjë që mbeti vetëm për të na kujtuar kohën e kaluar. Kaluan muaj. Fiku dha fryte. Bora ra dhe u shkri. Zilja ra 2 herë për pagëzimin dhe 1 herë për martesën. Por Gjeli nuk këndoi më kurrë. As kur u shfaq një gjel tjetër i vogël në oborrin poshtë. E reja këndoi me zë të lartë, tundi krahët, u ngjit mbi gjithçka. Por askush nuk dëgjoi me kujdes. Sepse tingulli që ia vlente ishte ajo që nuk u kthye kurrë. Korbi u plak në heshtje. Një mëngjes, ai nuk u pa më. Ata menduan se ishte zhdukur. Por e gjetën atje, pranë balkonit. Duke u shtrirë. Koka u kthye nga fusha. Syt e mbyllur. Sikur po dëgjonte diçka që askush tjetër nuk mund ta dëgjonte. Dona drita, sapo e pa, tha vetëm, ai këndoi 1 herë për gjithë jetën. Ai këndoi 1 herë për një jetë të tërë. Në fshatin Kodër, askush nuk e ka harruar. Dhe kur qielli bëhet shumë i qetë ose kur heshtja zgjat më shumë se ç'duhet, dikush gjithmonë thotë, ndoshta Korbi po dëgjon, ndoshta Korbi po dëgjon. Sepse disa kafsh, ata nuk vinë për të qëndruar. Ata vinë për të paralajmëruar. Dhe kur të vijë koha, këndojnë vetëm 1 herë. Dhe kurrë më.